Natën të ftohtë dhe të qetë të pragut të Krishtlindjes, Ema, një vajzë e vogël 12 vjeçare, ecste në rrugët e shkatruara të qytetit. Rrobat e saj të leckosura ishin pothuajse të pamjaftueshme për ta mbrojtur nga i ftohti i ashpër. Dhe flokët e saj të ngatruara tregonin se ajo jetonte në rrugë. Stomaku i saj zbrazët gërryente nga uria. Ajo nuk kishte ngrënë siç duhet për disa ditë. Hapat e saj ishin të ngadalshëm dhe të lodhur, por gjithsesi, shpresa shkëlqente në sytë e saj të vegjël. Duke ecur në rrugë, Ema kaloi pranë shtëpive të zbukuruara me drita Krishtlindjeje, ku familjet festonin këtë ditë të shenjtë me të qeshura dhe biseda të ngrohta. Ajri mbushej me zërat e fëmijëve dhe vajza imagjinonte si do të ishte mes tyre, duke shijuar një pemë të mbushur me drita Krishtlindjeje dhe dhurata dhe një tryez të mbushur me gatime të shijshme. Voglushja filloi të kërkonte nëpër plekra, duke shpresuar të gjente ndonjë thërim për të shuar urinë e saj, por gjithçka që gjeti ishin mbetje të vyshkura dhe fruta të kalbura. Asnjëra prej këtyre nuk ishte e mjaftueshme për të mbushur stomakun e saj të zbrazët. Dhe kështu e humbur në mendime dhe ëndrat e saja. Vajza vazhdoi të endej rrugëve derisa pa e kuptuar u gjen në një lagje më të pasur, ku vilat ishin zbukuruara me dekorat më të shkëlqyera të Krishtlindjes që vajza kishte parë ndonjëherë gjatë jetës së saj të shkurtër. Dhe atëherë vajza e vogël pati një ide. Përpara vilave luksoze, ajo ju afrua kazaneve të mbeturinave, duke shpresuar që ndoshta mund të gjente diçka të shijshme. Ema mendoi me vete: ajo që është mbeturin për ta, mund të jetë luks për mua. E vendosur, ajo filloi të kërkonte në përplegra dhe u habit kur gjeti një bollëk ushqimesh të shijshme. Zemra ju mbush me gëzim kur gjeti një copë gjeli, tortë të mbetur dhe të tjera ushqime që kurrë nuk e kishte imagjinuar se do t'i provonte ndonjëherë. Ema mbeti e shtangur, syt i shkëlqyen nga emocione, pothuajse shpërtheu në lot mirënjohje, sepse ky moment, edhe pse i pazakon, ishte si Krishtlindja e saj personale. Megjithatë, vajza nuk kishte as idenë më të vogël që fati kishte përgatitur diçka edhe më të jashtëzakonshme për të. Ndërsa kërkonte nëpër kazanet e plegrave, përfundimisht gjeti diçka që i ndryshoi jetën për gjithmonë. Një portofol. Ema e vuri portofolin menjëherë, sepse në atë moment ajo ishte më shumë e mundur nga uria. Pse nuk kam ardhur kur këtu për të kërkuar ushqim? Mund të haja këtu çdo ditë, mendoi ajo. Vajza e vogël kishte një jetë tepër të vështirë, që kur mbante mend ajo kishte lindur dhe ishte rritur në rrugë. Ajo nuk kishte prindër dhe nuk e dinte se çfarë kishte ndodhur me ta. Ajo ishte pranuar nga një grup të pastrehësh që e kishin marrë për t'u kujdesur si pjesë të familjes. Megjithatë, me kalimin e kohës, antarët e këtij grupi filluan të shpërndaheshin, secili në kërkim të një vendi më të sigurt për të jetuar. Dhe në fund Ema mbeti vetëm. Ajo jetonte në rrugët e qytetit të madh e vetme për rreth një vit, dhe mundësia për të takuar sërish antarët e grupit të saj ishte shumë e vogël. Pasi mbaroi vaktin e saj, vajza mori portofolin që kishte gjetur disa minuta më parë dhe pëshpëriti me vete. Ndoshta ka ndonjë para këtu që do të më ndihmoj të jetoj disa ditë. Por ajo që gjeti brenda këtij objekti të vogël e paralizoi dhe e bëri të dyshonte për gjithçka që kishte biseduar. Brenda ishte një fotografi. Një fotografi e një burri të veshur hishëm me kostum, pra një gruaje aq të bukur që dukej të ishte gruaja e tij. Por ajo që e hutoi plotësisht Emën ishte se në fotografi në mes të çiftit ishte ajo. Si është e mundur kjo? Pëshpriti vajza e vogël, e paaft për të kuptuar se si mund të përfundonte në atë fotografi. Pra një çifti që qetësisht dukej i suksesshëm dhe shumë i pasur. Ajo kishte kaq shumë pyetje, sepse në atë moment bota e saj e vogël u përmbys. Ndërkohë në të njëjtën lagje një familje po përgatitej për darkën e Krishtlindjes. Ata ishin familja Allister, një familje jashtëzakonisht me ndikim në industrinë farmaceutike, pronar të një kompanie të njohur farmaceutike. Stefan Allister ishte një milioner, pasurie të cilit lidhej drejt për drejt me prodhimin e ilaçeve të ndryshme, përfshirë edhe qetësuesin e famshëm, Liana. Familja përbëhej nga një burr, gruaja e tij Sara dhe Zoe, vajza e tyre 12 vjeçare.
Ata jetonin në një vilë madhështore aty pranë dhe ishin gati të shijonin një darkë Krishtlindjeje që mesi po e prisnin. Kjo ishte hera e parë që të tre po shijonin një darkë së bashku dhe Zoe ishte e vendosur ta bënte momentin të veçantë. Ajo kishte planifikuar gjithçka, nga organizimi te dekorimet, madje edhe përgatitja e banketit. Prindrit e saj ishin krenar për përpjekjet e saj. Por në ajo ndjehej një hije trishtimi që shfaqej përtej Krishtlindjes. Për këtë kishte një arsye, një tragjedi që kishte ndodhur 12 vjet më parë. A mendon se ajo do ta shijonte banketin? E pyeti Zoe me një shprehje pendimi në fytyrë. Prindrit ju afruan dhe përqafuan, duke shprehur dashurinë e tyre. Sigurisht që do ta adhuronte. Ti je motra e saj e madhe, ju përgjigj babai i saj, ndërsa syt ju mbushën me lotë. Ndërkohë nëna e saj fshiu lotët dhe tha: "Por le të mos jemi të trishtuar sonte." Ajo nuk do ta dëshironte këtë. Të tre u drejtuan te tryeza ku darka e Krishtlindjes ishte shtruar. Ajri ishte mbushur me muzikë dhe aroma ushqimeve të shijshme përshkonte gjithë shtëpinë. Këto Krishtlindje priteshin me padurim, pasi ishte festa e parë për familjen Allistar. Kjo sepse kjo datë, megjithëse një ditë festive dhe gëzimi, ishte kthyer në një kujtim të dhimbshëm për ta, sepse pikërisht në këtë ditë, në prag të Krishtlindjes, ata ishin tronditur thellësisht nga një tragjedi. Kur Stefan dhe Sara ishin gati të festonin Krishtlindjen e parë me fëmijën e tyre, grabitesit hyrën në shtëpinë e tyre dhe ndodhi diçka e tmeshme. Njëra nga foshnjët e tyre u rrëmbye. Milioneri përdori të gjitha burrimet dhe përpjekjet për të kërkuar vajzën e tij të zhdukur, por pas një rezultat. Në vitet që pasuan, Krishtlindjet u bën një kujtim i dhimbshëm që rikthente vazhdimisht boshllokun e lënë nga mungesa e saj. Kërkimi për vajzën e tij u kthye në një torturë për Stefan Allistar. Pavarësisht sa para shpenzonte, asgjë nuk mund ta mbushte boshllokun e krijuar nga humbja e saj. Sara, gruaja e tij, ishte e dëshpëruar dhe shpesh i lutej që të gjente vajzën. Shpeshherë milioneri e kapte veten duke parë me trishtim fotografinë e vetme të dy vajzave të tij, Zoe dhe Liana. Ai pyeste veten si ishte vajza e tij e vogël. A kishte mbijetuar? Apo ndoshta ishte në një vend më të mirë në qiell pranë Zotit? Emri i qetësuesit Liana, prodhuar nga kompania e tij farmaceutike, ishte një homazh për vajzën e humbur, edhe pse mbarte një ironi mizore. Asnjë qetësues nuk mund të shëronte dhimbjen që humbja e vajzës i shkaktoi zemrës së një babai. Personat përgjigjes për hyrjen me forcë në shtëpi dhe rrëmbimin e foshnjës nuk u identifikuan kurrë. Gjithçka tregonte se krimi ishte një mesazh nga një konkurrent, një përpjekje për ta detyruar Stefan të tërhiqej nga tregu farmaceutik. Megjithatë, biznesmeni qëndroi i vendosur dhe i qëndrueshëm, gjë që i kushtoi gjën më të shtrenjtë që kishte. Me kalimin e viteve, shpresa për të gjetur Lianën u venit. Por Zoe, tani 12 vjeçare, e dinte që diçka duhej të ndryshonte. Motra e saj nuk do të donte që familja të vuante përgjithmonë. Prandaj, ajo i bindi prindërit të përgatisnin një darkë përnder të motrës së saj të humbur, duke theksuar faktin se ajo do të ishte e lumtur ta shihte familjen që vazhdonte përpara dhe nuk mbytej më në trishtim. Çifti e dinte që vajza e tyre kishte të drejtë, ndaj e lejuan atë të udhëhiqte përgatitjet e Krishtlindjes. Vajza ishte e mbushur me entuziazëm dhe e pa këtë darkë si një mundësi për të nderuar kujtimin e motrës së saj. Megjithatë, askush nuk mund ta imagjinonte që fati kishte përgatitur një surprizë për ata atë natë. Të tre anëtarët e familjes Allistar u ulën në tavolinë, gati për të nisur darkën. Babai i mbushur me emocione, ndau disa fjalë dashurie dhe mirënjohje që ata më në fund po festonin Krishtlindjen si një familje përsëri. Nëna gjithashtu shprehu gëzimin e saj që po festonin Krishtlindjen dhe nuk po qëndronin më të mbytur nga tragjedia që i kishte ndjekur për vite me radhë. Por sa po ishin gati të fillonin darkën, zileja e derës ra, duke ndërprer atmosferën e gëzueshme. Vajza e befasuar pyeti: "Kush mund të jetë? Nuk ftova as këndsonte." Stefan u ngrit dhe ju përgjigj: "Ju filloni, unë do të kthehem më njëherë." Milioneri shkoi drejt derës, duke u habitur se kush mund të ishte kaq vonë gati mesnatë. Dhe kur hapi derën, reagimi i tij ishte habitje plot dhe bota rreth tij u zhdu. Këto sekonda të shkurtra heshtjeje i dukeshin si një përjetësi. Gjithçka tjetër në shtëpi u zhdukën ndërsa ai qëndronte përballë vajzës që ishte në prag të derës.
Sara, duke parë që burri i saj nuk po përgjigjej, vendosi të shihte çfarë po ndodhte. Ajo u trondit kur pa mysafirin e papritur. Ishte vajza e vogël për të cilën folëm më parë, vajza e pastre Emma. Vajza po dridhej nga i ftohti, e mbështjell me batanien e saj të vjetër dhe të grisur, duke mbajtur portofolin e milionerit në duar. Ajo zgjati dorën dhe tha: "Mbrëmje e mirë, a jeni ju Stefan Alistar? E gjeta portofolin tuaj në koshin e mbeturinave. Mendoj se e keni humbur pa dashje, kështu që vendosa t'ua kthej." Stefan mbeti i ngrirë dhe nuk gjeti fjalë për t'ju përgjigjur. Gruaja e tij, që nuk ishte më pak e tronditur, filloi të qante nga emocionet. Vajza e kishte gjetur adresën e tij në një kartë vizit që ndodhej në portofol dhe kishte vendosur ta kthente, bashkë me gjithçka tjetër që ishte brenda. Kartat, paratë dhe gjithçka tjetër. Por ajo kishte një pyetje. Sytë e saj ndriçonin teksa shihte dy njerëzit në fotografi që mendoi se mund të ishin prindërit e saj. Edhe pse e hutuar dhe hezituese, ajo tha: "Doja të dija për këtë fotografi." Dhe ajo tregoi fotografinë e çiftit dhe vajzës. Kur Stefan e pa atë fotografi, shpërtheu në lot. Vajza e pastre nuk e kuptoi situatën, por papritur Zoe, që ishte në dhomën e ngrënjes dhe ndëgjoi çfarë po ndodhte, e alarmuar vrapoi drejt derës. Kur Zoe pa vajzën e pastre dhe skenën që po ndodhte aty, sytë e saj u zgjeruan. Pa humbur kohë, ajo vrapoi drejt Emës dhe thjesht e përqafoi me të gjithë forcën dhe dashurinë që mund të kishte në atë moment. "Ti je gjallë, e dija, gjithmonë e kam ditur këtë", tha vajza e biznesmenit tashmë duke shpërthyer në lop. Pasi u rikuperua nga shoku fillestar, vajza e pastre kuptoi që përballë saj ishte motra e saj binjake, dhe më pas kuptoi gjithçka. Nuk ishte ajo në fotografi, ishte Zoe. Lotët i rrithnin në sytë e tyre, ndërsa prindërit e tyre dëshmonin këtë ribashkim emocional. "Ti je dhurata e Krishtlindjes që kërkova, motra ime, shpirti im binjak", tha Zoe duke përqafuar motrën e saj fort. Së shpejti edhe prindërit i përqafuan të dyja vajzat, të lehtësuar që më në fund vajza e tyre, të cilin e kishin humbur 12 vite më parë, ishte tani pranë tyre. Për të shpjeguar se si ndodhi gjithçka, arsyeja pse binjakët u ndan ishte një seri ngjarjesh të tmerrshme që ndodhen kur ato ishin ende foshnjë. Në atë kohë, Stefan ishte në kulmin e suksesit të kompanisë së tij farmaceutike. Ai po zhvillonte një qetësues dhimbjesh inovativ që pritej të bëhej i suksesshëm në mbar botën. Megjithatë, si çdo person i suksesshëm, ai kishte armiq që e shihnin me zili. Një rival dërgoi disa kriminal për të hyrë në shtëpinë e Alistarëve. Qëllimi i tyre ishte të gjenin formulën e ilaçit dhe më pas të kërkonin miliona në këmbim të saj. Por diçka shkoi keq atë natë. Kriminalët kuptuan se nuk kishte formulë ilaçi në shtëpinë luksoze. Atëherë, njëri prej burrave rrëmbeu një nga foshnjët si peng për të marrë para. Megjithatë, udhëheqësi i bandës u tërbua dhe urdhëroi që foshnja të eliminohej. I fokusuar se mund të kapeshin gjatë shkëmbimit, rrëmbyesi e braktisi foshnjën në një rrugicë të errët. Kështu, Liana u gjet nga disa të pastre që e morën dhe u kujdesën për të. Ata i dhanë asaj emrin Emma dhe ishin si një familje birësuese për të. Çifti Alistar vuajti jashtëzakonisht shumë duke kërkuar për vajzën e tyre. Por ata nuk e dinin që pikërisht një moment i pakujdesshëm nga vetë Stefani do të çonte drejt vajzës së tyre. Një ditë para Krishtlindjeve, pasi Zoe kishte bindur prindërit e saj të festonin këtë ditë së bashku, të tre vendosën të bënin diçka që rrallë e bënin. Shkuan në treg për të blerë gjithçka që u nevojitej për darkën e Krishtlindjes. Pasi blen të gjitha përvarësit, u kthye në shtëpi. Stefan i vetëdijshëm për origjinën e tij të thjeshtë, kishte lënë punëtorët e tij në pushim atë mbrëmje që të festonin me familjet e tyre. Ai vetë mori mbeturinën dhe i hodhi në kosh, por pa dashje ai hodhi edhe portofolin e tij. As që e mendonte se ajo pa kujdesi do të ndihmonte të ndodhte një mrekulli atë natë. Ribashkimi i vajzës me familjen e saj ishte një gëzim i papërshkrueshëm. Ajo u riembrua Emma Liana Alistar dhe më në fund u ndje pjesë e një familje të dashur. Por ndryshimet e mira nuk përfunduan këtu. Me ndihmën e babait të saj, i cili ishte shumë mirënjohës për të pastrehet që ishte kujdesur për vajzën e tij me dashuri, Emma themeloi një organizatë për të ndihmuar të pastrehet që të rimëkëmbeshin. Projekti ishte aq i suksesshëm sa ndryshoi vërtet jetën e shumë njerëzve. Më vonë, Emma gjeti miqtë e saj të vjetër, pjesëtarët e grupit që e kishin rritur dhe i ndihmoi edhe ata të përmirësonin jetën e tyre.
Pas ribashkimit familja Alistar ishte shumë e lumtur dhe netët e Krishtlindjeve u bën një festë vërtet e veçantë, ku dashuria dhe uniteti festoheshin në një mënyrë të paprecedent. Të dashur lexues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutemi na tregoni në komentet tuaja dhe nëse ju pëlqeu kjo histori, bëni like dhe abonoheni në kanalin ton. Mirupafshim.